Krishtlindje 2025 është një kohë me të vërtetë e gëzueshme, ku ne kremtojmë ardhjen, lindjen e Jezu Krishtit. Në fakt, një periudhë të tillë, dhe më eksakt me 17 dhjetor të 1903-shit, vëllezërit Orville dhe Wilbur Wright po bënin provat për ngritjen e një avioni, edhe herën e pestë, në drejtimin e Orville-it, avioni për herë të parë në historinë e njerëzimit fluturoi për 12 sekonda. Çfarë gëzimi kishin dy vëllezërit? Në fakt, nga gëzimi i madh, ai shkoi menjëherë tek posta dhe i bëri një telegram motrës së tyre me këto fjalë: "Kemi fluturuar për 12 sekonda. Do të jemi në shtëpi për Krishtlindje." Motra e tyre, Katerina, shkoi te kryeredaktori i gazetës pasi mori telegramin e vëllezërve të saj, dhe gazeta ku ajo shkoi merri me shpikën e vëllezërve të saj dhe i dha lajmin e mirë dhe i tha që vëllezërit do të ktheheshin në shtëpi për Krishtlindje, në mënyrë që ajo gazetë të mund të planifikonte në një intervistë me ta. Pas 2 ditësh, gazeta lokale në faqen e 6 të saj shkruante kështu: "Vëllezërit Wright do të jenë në shtëpi për Krishtlindje." Imagjinoje pak, ata humben historinë kryesore. Pra, avioni për herë të parë në historinë e njerëzimit kishte fluturuar për 12 sekonda. Dhe në fakt, kjo ngjarje u humb sepse humbi komunikimi i një ngjarje të tillë. Dhe ne sot, ne kemi pemën, kemi dhuratat, por a kemi humbur pikën kryesore të festimit, kremtimit të kësaj Krishtlindje? Profeti Isaia në kapitullin e 40 të tij, në vargun e 3, thot këto fjalë: "Shtrojeni ullën e Zotit, hapni në shkretëtir një rrugë për Perëndin ton." Kjo fjalë në fakt u përmbush në jetën e Gjon Pagzorit, dhe për shumë atëherë nuk ishte kuptueshme, por kërkohet nevoja që të jemi gati dhe të përgatisim zemrat tona. Të krijojmë hapësirë për mbretin Krisht, Jezu Krisht, që të rrinë në zemrat tona. Dhe kjo është e nevojshme edhe sot në këtë Krishtlindje 2025. Më kujtohet një histori që kam lexuar për një djalë të vogël, emri i tij ishte Joy. Dhe për Joyn, Krishtlindja ishte koha më e bukur e jetës së tij. Ai ishte vetëm 10 vjeç dhe kënaqej shumë kur koha e festave vinte. Mezi priste ditën kur, si çdo vit, ai së bashku me prindrit shkonin tek gjyshrit dhe patjetër që në pemën e rregulluar mirë ishte dhurata për çdo pjesëtar të familjes së shtëpisë. Dhe pasi mblidheshin së bashku, si familje, ata do të hapnin dhuratat për njëri tjetrin. Dita Krishtlindjes erdhi, Joy ishte i gëzuar dhe sapo hyn në shtëpinë e gjyshërve, Joy vëre tek pema dhe shikon dhuratën që ishte për të. Për çudinë e tij, në fillim ai nuk pa një dhuratë me emrin e tij dhe filloi të shqetësohej. Papritur gjyshi e thirri dhe i tha të vështronte nga një qoshe ku ndodhë një kuti shumë e madhe. E mbështjell me një letër të ndritshme, me shumë ngjyra, me një fjongo në majën e saj, një kuti ku ngjyrat mallështore që mbështjellnin tregonin me të vërtetë edhe përmes tabelës: "Kjo dhuratë është për Joy." Gjyshi gjithmonë i dorëzonte dhuratat dhe në përgjithësi ai ishte i ngadalt, por këtë vit Joy, për shkak të padurimit për të marrë dhuratën e tij, i dukej sikur gjyshi ishte edhe më i ngadalt se zakonisht. Dhe si për rasti, emri i Joyt u thirr i fundit. Edhe sapo Joy dëgjoi emrin e vet, brofi nga koltuku dhe pyeti: "A është me të vërtetë kjo dhurata ime?" Pasi u sigurua, filloi ta hapte me një kënaqësi shumë të madhe. A dini se çfarë gjeti brenda? Një dhuratë shumë e madhe, një kuti e madhe, e mbështjell bukur. A ju shkon mendja çfarë kishte kutia?
Me siguri ne gjithë kemi diçka në mendje, apo jo? Me siguri jemi duke hamendësuar të shti se çfarë dhurate kishte kutia e madhe e gjojt. Por në fakt nëse ndalojmë për një moment, si e masim ne vlerën e një dhurate? Nga mallësia, nga pesha, nga bukuria? Dhe pikërisht nëse ndalojmë për pak sekonda këtu, kam dëshirë t'ju them që së bashku ja vlen të analizojmë dhuraten që Perëndia ka për ne. Në këtë Krishtlindje, në vitin 2025, më lejoni të citoj shkrimin e shenjtë dhe do jem duke cituar nga letra e para apostullit Gjon, nga kapitulli 4, rreshtat 9 deri në 11. Ju lutem lejoni të citoj fjalën e Perëndis. Ja si është shfaqur dashuria e Perëndis në ne. Ai dërgoi në botë birin e tij të vetëm lindur, që ne të jetojmë nëpërmjet tij. Këtu qëndron dashuria. Nuk e deshëm ne Perëndin, por na deshi ai dhe dërgoi birin e tij si flijim për të shlyer mëkatet tona. Fort të dashur, meqense Perëndia na desh në këtë mënyrë, atëherë edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Nëse mendojmë se si e analizojmë, si e masim një dhuratë, ja vlen që përmes këtyre rreshtave të pyesim se si mund të analizojmë dhuratën e Perëndis. Së pari, dhurata e Perëndis për ty matet nga dobishmëria e saj. Cila është dobia e kësaj dhurate? Nëse e mani mend rreshtin e 9 që unë lexova, në pjesën e 2 të tij thot: Perëndia e dërgoi Krishtin që ne të rrojmë nëpërmjet tij. Jo thjesht të bëjmë një jetë, jo thjesht të kalojmë edhe një fest, jo thjesht të mblidhemi edhe një herë, jo thjesht kemi rast të shijojmë dhuratat edhe një herë, por të rrojmë nëpërmjet tij, nëpërmjet Krishtit. Në fakt vetë Jezusi ka thënë: unë kam ardhur që ju të keni jetë dhe ta keni atë me bollëk. Një jetë me kuptim, me qëllim, me vlerë, me bollëk. Ky është premtimi. Kjo është dobia e kësaj dhurate. Së dyti, dhurata e Perëndis për ty matet nga çmimi i saj. Nëse na kujtohet në një moment bashkëbisedimi të Davidit me një nga ushtarët e tij, ai thot kështu: unë nuk do t'i ofroj Zotit Perëndisim holokauste që nuk më kushtojnë asgjë. Pra Davidi e kuptonte që Perëndia meriton të marrë më të mirën nga ne. Por nuk është kjo çfarë Perëndia bëri për ne. Ai na dha më të mirën, ai dha veten. Teksti që lexuam nga Ungjilli i apostullit Gjon, në fakt e thot një gjë të tillë në rreshtin e 10. Dhe thot: Perëndia dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Miq, dëgjues të nderuar, kjo është një dhuratë që me të vërtetë pati një çmim të lartë. I kushtoi Krishtit jetën e tij në mënyrë që ne të mund të kremtojmë në këtë Krishtlindje këtë lloj çmimi dhe të shijojmë vlerën e kësaj dhurate. Perëndia dha gjën më të çmuar, më të shtrenjtë, të vetmin bir të vërtet, Jezu Krishtin. Së treti, si mund të masim, si mund të analizojmë dhuratën e Perëndis? Dhurata e Perëndis për ty matet nga efektshmëria e saj. Përsëri na vjen në ndihmë teksti i fjalës së Zotit, i shkrimit të shenjtë Biblës, kur në fakt duket sikur është thjesht një formulë matematike, por kjo dhuratë e Perëndis është e dobishme, është e vlefshme dhe ftohemi që këtë lloj dhurate ta ushtrojmë duke dashur njëri tjetrin. Pra dhurata jo vetëm që është e dobishme, jo vetëm që pati një çmim shumë të lartë, por gjithashtu ka efekt. Kur ne pranojmë këtë dhuratë,
kur ne kujtojmë, kremtojmë këtë dhurat në këtë Krishtlindje, ajo ka efekt, sepse na shtyn neve që të duam njëri tjetrin. A nuk është kjo çfarë ne kemi nevojë në këtë Krishtlindje, në fakt në çdo ditë në jetën tonë. Kemi nevojë që ne të duam njëri tjetrin. Dhe kjo është çfarë Perëndia ka bërë për ne. Sot neve shikojmë në ekranet tona shpesh reklama të firmave të ndryshme dhe një nga këto firma ka vendosur si moto të produktit që ajo shet, që ky produkt është dhurata më e mirë për ju. Por miq, ju lutem, ndaloni për pak sekonda sot dhe mendoni, në këtë Krishtlindje, çfarë jeni duke kërkuar që të festoni? A mos është thjesht dritat shumë ngjyrshe, pema, dhuratat, atmosfera, familja, miqësia, apo në fakt kjo Krishtlindje është një mundësi për të menduar për dhuratën më të mirë, për Jezu Krishtin. Mani men historinë e Gjojit me cilin e fillova. Gjoj po e shyen të dhuratën që kishte emrin e tij të ngjitur. Edhe ndërsa i hiqte letrat që e mbështillnin atë pako, zemra e Gjojit rrite shumë më shpejt se sa herët e tjera. Dhe ndërsa largoi fjongon, e hapi dhuratën, hapi kutinë e stërmadhe, Gjoji shikon që kutia ishte bosh. Bosh. Në fakt nuk është nga njëherë çfarë ndodh me jetën tonë. Neve kërkojmë të gjejmë kuptim në ato dritat shumë ngjyrshe të kësaj feste, në atë kremtimin e të mbledhurit së bashku, në shkëmbimin e dhuratave me njëri tjetrin, por shpesh, nëse nuk e kemi gjetur Krishtin, jeta jonë duket e zbrazët përsëri. Kalon një Krishtlindje, vjen një ditë tjetër, dhe përsëri nuk gjejmë kënaqësi. Prandaj, miq, në këtë Krishtlindje, ja vlen ta konsiderojmë dhuratën e Perëndisë. Mos të harrojmë, ju lutem, dhurata e Perëndisë për ne është e dobishme, ka shumë vlerë, i kushtoi jetën Krishtit dhe ka efekt. Nëse ne e marrim këtë dhuratë, nëse ne e pranojmë këtë dashuri të Perëndisë, atëherë në këtë Krishtlindje do kemi mundësinë që ta shfaqim këtë lloj dashurie, duke dhuruar dashuri ndaj njëri tjetrit. Lejoni edhe një herë të citoj shkrimin e shenjtë me cilin e nisëm këtë mesazh në këtë Krishtlindje. Ja si është shfaqur dashuria e Perëndisë në ne. Ai dërgoi në botë birin e tij të vetëm lindur që ne të jetojmë nëpërmjet tij. Këtu qëndron dashuria. Nuk e deshëm ne Perëndin, por na deshi ai dhe dërgoi birin e tij si flijim për të shlyer mëkatet tona. Fort të dashur, me qenë se Perëndia na deshi në këtë mënyrë, atëherë edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Miq, kudo që jeni, ju urojmë gëzuar Krishtlindjen. Perëndia ju bekoft, ju ruajt, ju dhënë shëndet, mbroft familjet tuaja, ju urojmë gëzim, mbarësi dhe begati në çdo ditë të jetës suaj. Ju lutem, konsiderojini të krijoni hapësirë në këtë Krishtlindje për Krishtin, Zotin ton. Zoti ju bekoft dhe gëzuar.